Po flasim për të ardhurat. Çfarë profesioni duhet të bëjë njeriu që të krijojë parat, marrë lek? Mashtrus. Se ata bëjnë lek? Po, të bëjnë lek. Si mendon se mashtruesit bëjnë lek? Po bëjnë lek sepse sa janë rrogat. Unë jam pensioniste me universitet. Edhe marrin 120.000 lekë pension. Kështu që djalin e kam në emigracion, sepse nuk gjeti do të punë këtu. Rrogat janë shumë të ulta, shpenzimet janë shumë të mëdha. Çfarë të shtytu që të mendosh që mashtruesit bëjnë lek? Pse duhet me po lekën me mashtrues? Shiko, ndoshta kjo është fjalë e madhe për t'u thënë, por është një trend. Kudo është kështu. Nuk janë njerëzit e vërtet ata që bëjnë lek. Sepse lekët tona shkojnë te mashtruesit. Cilët janë mashtruesit? Qeveritarët parët. Ke parë njeh ndonjë deputet varfër? Absolutisht jo. Me që do isha bërë unë deputet. Si për deputet? Po, pse s'jam bërë pra? Çfarë profesioni keni pasur? Unë kam qenë aktore. Aktore? Po. Ku? Në estradën e ushtarit. Kam mbredhur gjithë Shqipërinë. E di se sa të pasur dhe sa të varfër ka pasur në atë kohë. Tani gjithë ata të varfrit janë bërë të pasur dhe unë nuk e di se si janë bërë, se ja edhe unë kam punuar, edhe burrim, edhe fëmijët e mi kam punuar. Nuk jemi të pasur. Këta politikanët tanë janë e çik aktor? Ata janë shumë aktor. Janë shumë aktor. Ti shiko sa qeveria mbron hajdutët në parlament. Shikoj, çfarë besimi do kem unë tek deputetët? Çfarë besimi do kem te politikanët? Kur ata që vjedhin, ata që mashtrojnë, ata janë akoma atje dhe që nuk po i kap dot as spaku, as drejtësia as po vendoset. Sepse ata prap mashtrojnë. Bën ai ankim këtu, bën ankim atje për të mbrojtur një hajdut, për të mbrojtur një mashtrues. Kush mashtron më shumë, PD-ja apo PS-ja? Të dyja mashtrojnë. Të dy janë tav janë, përderisa s'po del asnjëra sipër. Të Ka mundësi që ne si popull vazhdojmë dhe i mbështesim, ta votojmë. Jo, ne nuk i mbështesim. A mendon se populli e kupton këtë gjë apo jo? Populli e kupton edhe ka rënë atë rutinën që çfarëdo që unë të bëj, ata do jenë prap se prap. Është si në kohën e monizmit. E njëjta gjë është. Qeveria në pushtet bën ligjin. Do ti, le ato i dha lek e bëri lek. Ka humbur te populli shqiptar, them unë, ai shpirti revoltës. Ne rrim edhe pa bukë, edhe pa ujë, edhe pa drita, akoma, edhe prap zbëjmë zë. Pse? Se s'na dëgjon njeri. Fol sa duash ti, ata e kanë mendjen te tenderat, nuk e kanë mendjen te populli. Po te tenderat për të mirën tonë bëjnë. Kemi rrugë të mira, kemi. Po, ai shikon tunelet që po çajnë. Së shfaq këtyre se shemë tunelit dhe tuneli shemë se toka jon nuk mban, kaq mashtruesat më dhënë tokë, sipër. Ti për atë punje që ta studiosh vendin që të mos ndodhi. Pse s'ka ndodhur te rruga e Kombit? E bëj atë rrugë një herë në muaj. Ajo është e PD-s, do themi, ë? S'ka lidhje. Atëherë ishte fillimi, atëherë njerëzit donin edhe të kishin pak, të ishin. Ndërsa tani s'ka, tani këta të varfrit duhen të bëjnë të pasur. Po ata pse nuk e kanë bërë keq, dinin të mashtronin? Se kanë bërë keq rrugën e Kombit? Ata s'kan ngrënë shumë. Kanë ngrënë çik më pak. Janë çik më. Janë pak dietik. Kanë qenë çik. Ndoshta ka pasur edhe nga ata që kanë qenë me ndërgjegje, e kupton? Nuk mund ta hedh dot poshtë Partinë Demokratike sepse unë aty krahu kam qenë. Tani nuk jam e asnjë krahu sepse jam e pavlefshme. Nuk i vlej asnjë partie përveç votës. Sot për shembull nuk do shkosh në protestë. Jo, nuk do shkoj. Jo, nuk do shkoj sepse nuk besoj. Të gjithë këto e bëjnë për kredon e vet. Asnjë nuk e bën për popullin. Të gjithë e bëjnë për kredon e vet, si Llapaj, si Berisha, qoftë edhe ai gjatë, do të thënë asnjë nuk lufton për popullin. Ai ku gjithë rinia, drita e syrit që e kam në Indonezi. Çfarë ta dua unë këtë vend? Përse? Jetoj këtu se s'kam ku të vete. Sot që ne flasim bashkë, a jemi gati që ne duhet protestojmë? Dhe për çfarë? Ne duhet kishim protestuar më përpara për drejtat tona, të parën ekonomikën. Ajo është që i ngre njerëzit dhe i lëviz nga vendi. Do me thënë gjithë këto lekë që ne hedhim tani po kalonja tek bulevardi.
Sa vjet ka që është bërë? Gropa. Pse? Ato janë lekët tona. Ama privati që va ato kioskat atje, e shkatërron ato sepse do që fitoj para. Po kjo s'duhet lejuar, se ato janë lekët tona, prap do bëhet ajo, prap lekët tona do ikin. E kupton, është një logjikë e thjeshtë. Nëse unë s'kam të ha, përse do ta dua të zotin e shtëpisë? Përse? Që unë jam mirë, Çfarë do të bëjmë ne tani që dal nga ky batak? ne duhet ngrihemi, po duhet ngrihen të rinjt. Sot ka protest, hajde ngrihemi, Duhet të dalim ta ngrihen arrëzojmë. të rinj, duhet vesh ti. Jo unë jam 74 vjeç. Unë çfarë do kërkoj atje? Një copë vend kur të vdes? Ka se nuk duron dot gazi lotësjellës ose plakadanët që hedhin këta. Jo, nuk kam shpresë. Unë mendoj se me këta njerëz nuk bëhet ky vend. Edhe në pyetje fund, me që the që unë kam qenë në PD-s gjithkohës. Si e komenton këtë lëvizjen e po marrë rastin më të fundit Dashnor Sula që kaloi nga PD-ja, mori një super post. Po çfarë tham? Çdo gjë bëhet për lek. Çdo gjë bëhet për para. Nuk ka ideale. Mo pedo vetëm leku. Leku. Kameramani po këndon, vetëm leku edhe Ai ka shumë të drejtë që këndon ashtu, sepse dhe ai për këtë punë ka dalë, për lek s'ka dalë për ideal. Edhe ti. Po i duhet juve të rindore, juve, se unë, shiko, të them një gjë, kur ra teatri që u shëmb, gjithë plejada e vjetër, do me thënë gjithë aktorët e vjetër ishin aty. Dhe flisnim ne. Asnjë i ri nuk erdhi. Pse se kishin frikë? në një të teatri. Teatri këta thoshin që është i vjetër, do ta bëjmë të ri, do të investojmë. Po, do me thënë, sipas teje, ne të vjetrit, ne duhet vdesim, se jeni ju të rinj. Do vit, do bëhet teatri i ri, Ku? bëhet modern. Ku është? Ku? Po bë ku? Kur? Tulla sa të rritet. Po pse në cilin vend të botës ke parë ti që të shëmbet një teatr? Një më thuaj, një, ma thuaj një. Në asnjë vend të botës, sepse ajo është kujtesë për popullin, është histori. Ti e prisha atë, prishe historinë. Unë kam interpretuar atje për shembull. Përveç teatrit, ka Tirana histori sot? Jo, nuk ka. Po kërë se shpesh. Edhe ato kanë ndryshuar destinacion. Me plas në luftë nesër, ne s'kemi ku të futemi. Se i ka bërë kështu. Për shumë Bunkarti. Është vërtet ajo historie që transmetohet? Nuk kam hyrë ta shikoj, sepse kam alergji nga gjërat që bëhen thjesht vetëm për Mendova se kisha alergji nga që është kështu minus. Jo, absolutisht, unë kam shërbyer në ushtri dhe si unë s'besoj se mund të ketë, do me thënë, njëri që ka bredhur çdo pikë të Shqipërisë ku ka pasur e parte ushtarake. I ke parë gjitha? Pa përjashtim. Dhe në qoftë se s'kam ikur jashtë shtetit, thosha, çfarë do më thonë, do më pyesin ku ishte kjo, kështu ishte logjika ime. Për patriotizëm nuk kam ikur. Kam ndonjë këtu. Sot e kanë zgjidhur këta rinia e sotme, sepse pyesin ChatGPT-n edhe? E kanë zgjidhur, po neve na kanë plagosur ama. Se ta kesh fëmijën larg, do me thënë, sado që ne flasim, bëjmë, ai më ndihmon, më shikon si dritën e syve, pa atë zojetonja dhe pa vajzën, por është dhimbje e madhe ta kesh fëmijën larg. Sonjë të përshëndes. Shumë faleminderit. Faleminderit ju si shpirti i lirë, si aktorë që jeni që shprehni edhe mendimin tuaj. Po patjetër, po se ta mendimin pastaj ç'kuptim ka. Respekte, faleminderit. Mirë, ke shëndet.